është ajo mendje madhësia pak të na që është kriju. Disa njerëz e konvritje e kanë harru pak ato me prek për toke. Qëtash, nështë pak më shumë na ka ro me njoftu edhe influencer tjerë, po është pak ai mentaliteti, është ai konkurencës që shohin mes vete, unë për vete shoh si shumë sen pa pikë kuptimi, për shkak që nuk ka mundësi me pas shumë konkurencë të na në Kosovë, se ka publik për krejt, edhe ka publik me preferenca të ndryshme. Amo s'po di, qëta zhvuna ka ra shumë me njoftu, po nuk është nështë që mi kanë lonë mbresat më të mira. Ka që nështë për një më kam pëlqy shumë si njerëz, po është ajo mendje madhësia pak të na që është kriju. Se po mendon që po krijohet kjo pjesë edhe konkurencës, një lloj xhelozie ose çka do të qoftë, se përmendi që sidomos pas rikthimit ke mujt apo jo me gjetë përkrahje nga influencerët e tjerë? S'po di që me ta spjegu nështë ta mas mirë, nuk e dia është punë e xhelozisë, a është punë mendje madhësisë që vetë njëri e krijon kur e krijon qatë platformë dhe mendon që është shumë figurë publike tash. Amo disa njerëz e konvritje e kanë harru pak ato me prek për toke dhe me rikujtu që edhe ti e ko nështë në hapat e parë dikur edhe është mirë me i suportu, po njëtën ko ka edhe shumë anë pozitive, ka ekstremisht shumë influencerët pak të në qikon po që me nëzispresin me ndihmu njona tjetërën, edhin që ajo ku një prej surprizave të mira që ka pas rukëtimi jam në kontent, që ka pas mbështetje me njona tjetërën, nëse u konë është edhe veç për qysh me ndreq flokët si te, edhin është asanet ma thjesht atë mundshme, po i kom pas që kanë qenë të hapuna. Po, sa i përket pjesës të marrëveshjeve me kompanit,